Jemi sërish bashkë dhe tani është koha për bisedën e këtij edicioni. Jemi bashkë me aktorin Adrian Morina, i cili një herësh është drejtor artistik i Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit në ambient të hapur Prizren Fest, e ne do të shpalosim programin e pasur me aktivitetet e edicionit të 5 me radhë. Përshëndetje dhe kënaqësimet pas në Express Summer. Faleminderit shumë për kohën, për hapësirën që ja kushtoni kulturës tash e 20 e sa vjet. Kënaqësi me qenë edhe për mu pas një kohë në KTV. Atër afru data e hapjes Prizren Festit, pra me 21 korrik nis maratona e shfaqjeve dhe aktiviteteve shoqëruese të Prizren Festit. Si kanë shku përgatitjet për këtë edicion të 5 dhe jeni gati me i prit mysafirt për këtë ngjarje? Sigurisht që për të kurru një program çfarë kemi këtë edicion, për edicionet e kaluara, sigurisht që vyni kohë gjatë, kohë gjatë mund, kohë gjatë përkushtim, kohë gjatë kontakte, hulumtim për ato se çfarë ndodh me teatrin në Evropë, rajon edhe në përbot. Programin fillojmë ta bëjmë menjëherë sapo të mbyllet, mbase këtij lloj klishe kështu, po sapo të mbyllet një edicion i kaluar, madje nganjëherë punojmë prej para këtij edicioni për edicionin tjetër, sigurisht që veç kemi filluar punët edhe për edicionin e 6, për të sjellë produksionet të disa prej emrave kulminant të teatrit në Evropë. Vështirësitë janë të mëdha, të shumta, gjithmonë duke nisur nga pjesa financiare, e cila është pjesa më e dhimbshme, fatkeqësisht jo vetëm në fushën e kulturës, por edhe në fushat e tjera. Por po ja dalim deri tash, edhe këtu kisha dashur që në fillim i falenderoj institucionet të cilat na mundsojnë me realizu programin ton, festivalin ton. Padyshim prej më meritorëve sigurisht që është Komuna e Prizrenit bashkë me kryetarin zotin Totaj, që sigurisht kanë dhënë një kontribut shumë të madh për jetën kulturore artistike, jo vetëm për Prizren Festin, por për organizimet të tjera që ndodhin në Prizren. Pastaj Ministrinë e Kulturës, që ka qenë një partneri ynë për gjatë rrugtimi, dhe veçanërisht sponsorin ton kryesor general, që sot është ndoshta vështirë gjesh biznese të cilat besojnë ose mendojnë shumë për kulturën, por ne kemi një partner shkëlqyeshëm me Bankën Ekonomike, me të cilët jemi partneritet tash e sa vite, dhe i kanë kushtuar një vëmendje shumë të madhe festivalit ton, po dhe kulturës përgjithësi. Andaj shfrytëzoj rastin që sikurse shpesh herë që dim të kritikojmë edhe politikën, po edhe bizneset edhe njerëz, madje kur të janë bashkë me ne, duhet edhe t'i falenderojmë. Por përveç pjesës financiare, sigurisht sfida tjera janë përzgjedhja e trupave. Te pjesa e teatrit, numri i njerëzve të angazhuar në skenë, janë ata që publiku i sheh sigurisht, por është një numër shumë i madh i njerëzve që janë pas skenës. Prandaj ekipet e mëdha sigurisht që kërkojnë shumë aranzhime kohore, data, pushime, meqense është sezoni i verës. Por ne po ja arrim, po ja dalim. Këtë vit kemi dikon në pritje bashkë me programin e fëmijëve, jemi në pritje të 300 pjesëmarrësve në festival, e kam fjalën për pjesën e artistëve edhe teknikëve që marrin pjesë në festival, që janë të akredituar në programin ton. Ndoshta për shfaqjeve më të mëdha kemi shfaqjen hapse, me një ekip e 27 personave që vinë nga Slovenia. Shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe ambasadën slovene që na u ka gjetur në krah këtë herë në bashkëpunim për të sjellur shfaqjen nga Slovenia, është Borderless Body. Kam kënaqësinë që këtë edicion të 5 të hapim një shfaqje të shkëlqyeshme të dans teatrit. Është një shfaqje e cila është vitin e kaluar, meqense Nova Gorica e Slovenisë dhe Gorica e Italisë ka qenë kryeqyteti kulturor i krejt Evropës. Ai event aq i madh është hap me të njëjtën shfaqje që ne po e hapim Prizren Festin këtë edicion. Kemi bërë një përpjekje shumë të madhe. Prej dikur muajt shtator kemi filluar përgatitjet dhe kontaktet e pastaj edhe aranzhimet e tjera. Do të jetë një skenë shumë e madhe ndërtuar mbi platformën e Lumit, mbi teatrin në Lum që e kemi quajtur ne, është një platformë që për 2 vit radhazi e bëjmë bashkë me Dokufestin, cilët i falenderoj. Është një shfaqje e madhe, me shumë aktorë, me 14 performues, me 2 muzikantë live, që besoj që do të na jep një magji teatrore në natën hapse. Po ashtu kur jemi te ekipet e mëdha të njerëzve, sigurisht të kemi kënaqësinë këtë vit ta kemi edhe Teatri Nacional të Stambollit. Për herë të parë në programin ton kemi një shfaqje nga Turqia. Vjen Lisistrata, një komedi antike e Aristofanit, gjithashtu politike, një tekst mjaft politik. Po që vjen me një ensemble prej 7 aktorëve gra, edhe kemi kënaqësinë që këtë shfaqje ta kemi si vetë në repertor, është një ekip i madh dhe njerëz që janë pas skenës, po po them numri është shumë i madh i pjesëmarrësve, meqense se teatri si art nuk bëhet asnjëherë i vetëm. Edhe nëse je vetëm në skenë, ti ke një ushtri
pas që kujdeset për ty me kompozitor, skenograf, njerëz. Këto janë vështirësitë cilat sigurisht po përpiqemi ti evitojmë për gjatë kohës duke programuar sa më herët që është e mundshme. Pastaj për të mos hyrë te pjesa teknike ku kryesisht edhe te çështja profesionale e kam fjalën, po sidomos vështirësitë e mëdha kemi me qenë se festivali është në ambientin e hapur. Sikur të ishim brenda në teatr, është shumë më e lehtë që të organizohesh, nëse për asgjë tjetër të paktën teknikisht do të jesh i pajisur, si këtë studio këtu. Ndërsa kur jemi jashtë, ne duhet të ndërtojmë skena prej fillimit, dhe këtu ja kemi ngjit dorën vetës, duke e shtrirë programin tonë në zonën historike të qytetit, po dhe jashtë saj, dhe këtë vit kemi 11 lokacione të ndryshme ku kemi shfaqje. Pra për dëshirës madhe që produktet ose shfaqjet cilat ne i sjellim para publikut të gjejnë hapësirën sa më të mirë të mundshme, ne provojmë të gjejmë edhe lokacione të përshtatshme dhe pastaj të ndërtojmë teknik për prezantim sa më të mirë të tyre, kështu që në 11 lokacione për gjatë kësaj jave është një farë çmendurie artistike, po them kështu, po ekipi me cilin punojmë, që është në numër shumë i vogël, janë pasionantë shumë të madh, njerëz të fushës, njerëz të teatrit, që vërtet e bëjnë me dëshirë këtë punë, dhe po uroj që edhe këtë vit, sikurse edhe viteve tjera, të kemi mundësi t'ia dalim që ta shtrijmë gjithë programin tonë ashtu siç e meriton. Të ndalemi pak më detajisht edhe tek programi, çka i pret publikun si vjet. Programi është i shkëlqyeshëm. Unë si drejtor artistik. Programi është përpiqemi që të bëjmë shfaqje edhe për audiencët caktuara ose për grupet e targetuara të shoqërisë, po unë them gjithmonë që teatri i cili nuk i flet publikut, nuk i flet njerëzve, nuk është më teatr. Andaj përpiqemi që të sjellim shfaqje që vërtet flasin, vërtet i flasin publikut drejt për drejt, temat cilat ne i përzgjedhin që janë shumë të rëndësishme, aq më shumë edhe përfshirja ose shtrirja gjeografike që ka një rëndësi shumë të madhe, provojmë të sjellim edhe trupa teatrore, duke dashur që të bëjmë edhe një farë diplomacie kulturore, sigurisht e kemi mision edhe këtë punë, dhe në këtë sens, ne këtë vit kemi një shfaqje nga Brazili, që kemi sjellur dhe imagjinoni vetëm, edhe pse shfaqja është me 4 njerëz që realizojnë, vetëm biletat të pagush prej Brazilit deri në Kosovë, imagjinoni çfarë numra janë, e lërëm edhe pjesën tjetër, por e veçanta kësaj shfaqje, pse kemi insistuar ta sjellim, kur po flas te kategori shoqërore, e kemi sjellur të shfaqje sepse flet për 4 rrëfime të grave që janë përdhunuar gjatë kohës së regjimit në Brazil për gjatë viteve 70-80. Është Brit Mnersir, emri i shfaqjes, dhe sigurisht për ata që po na shohin, po edhe për neve që kemi jetuar atë kohë, atë periudhë, ne kemi një numër shumë të madh grash, të cilat janë maltretuar, janë burgosur për gjatë viteve të 70-ta, 80-ta, 90-ta, madje edhe pas luftës, dhe për cilat nuk ka një drejtësi të thirrur në vend. Dhe pikërisht në këtë temë, duke dashur që të kemi edhe këtë paralele, dhe duke dashur që të ngrisim zërin tonë për këtë padrejtësi, e cila edhe ma tuti vazhdon të jetë pa ndëshkueshëm, por jo vetëm për neve, për gjitha shoqëritë që kanë kaluar në për të njëjtat histori, për gjitha gratë që kanë përjetuar të njëjtat histori, kemi dashur që të sjellim një vëmendje për këtë grup shoqëror, kategori shoqërore. Aq më tepër shfaqja do të mbahet në burgun e qytetit të Prizrenit. Do të jetë një numër i limituar i njerëzve që do të kenë mundësi të hyjnë, sepse për arsye sigurie, dhe këtu falenderoj edhe drejtorinë e burgjeve të Kosovës edhe të Prizrenit që na kanë ndihmuar edhe viteve të kaluara, po edhe këtë vit që ne të kemi mundësi të jemi aty. Dhe kjo shfaqje vjen me ndihmën e presidentes së Kosovës, Albolina Haxhiu, që ne falenderojmë. I sa ka treguar gatishmëri që të na mbështes në çfarëdo forme që ne ta kemi këtë shfaqje nga Brazili në Kosovë. Gjithashtu kur jemi prapë te kategori, meqense po them shfaqjet gjatë kohës sa bëjmë përzgjedhjen e tyre, provojmë vërtet që të kemi edhe përveç pjesës artistike ose teatrit ose estetikës teatrore që kanë shfaqjet, sigurisht sjellim edhe program që ju intereson njerëzve, dhe mbi këtë, sigurisht edhe viteve tjera që kemi patur shfaqje, dëshoj ta veçoj një performancë, një shfaqje teatrore e cila shtrihet në disa zona të qytetit, brenda 2 orë 40 minutash, e cila shfaqje flet për njerëz me nevojat veçanta, ose njerëz që janë me karrocë. Madje, artistët nga Franca që vinë nga Marseille, do të kenë në grupin e tyre si aktor, edhe 20 persona nga publiku, të cilët të aplikojnë për që jenë pjesë e shfaqjes, e cilët do të provojnë për herë të parë se si është thjesht në karrocë. Pra që të ngrejmë një alarm, ngrejmë një vedije tonën të gjithëve për
nevojën që kemi për të krijuar kushte ose qasje sa më të mirë nëpër institucione, qofshin ato publike, qofshin ato private, t'ju krijojmë rrugë më të mira, qasje më të lehtë nëpër banesat e tyre, nëpër hyrjet e tyre. Dhe me idenë që t'japim vëmendje kësaj kategorie shoqërore, ne kemi përzier këtë projekt që e kam shumë nga zemrës, edhe si shfaqje teatri, po flas edhe si një akt qytetar i joni, për t'ju dalë në ndihmë edhe për të ngritur zërin për këtë kategori shoqërore. Këto janë disa prej pikave ose projekteve që ne i kemi kështu me them për një program i veçantë, edhe pse këtë shfaqjet tona veçanta. Pastaj, nëse për Lisistratën nga Tyrshia fola, për Bordë Lëzbadi fola, po flas për një shfaqje tjetër, Darkness Picnic, vjen nga Italia, nga Teatri Sardenia, me cilët kemi krijuar këtë bashkëpunim të parë, shpresoj do të kemi edhe në të ardhmen. Është një shfaqje shumë e veçantë, ku publiku për gjatë 2 orë gjysmë, 2 orë 40 minutave, do të ketë mundësi që të lëviz prej sallës së teatrit, ose në këtë rast amfiteatrit në Universitetin e Prizrenit, dhe dalë përballë në park, dhe në park do të jetë një piknik i vërtet edhe për publikun. Pra shfaqja do të jetë në atë formë sa që publiku nuk do të vrejë që dhe vetë është pjesë e shfaqjes. Do të fillojnë që të gatuajnë, zinë, thuaj se nuk është teatr, nuk është asgjë, dhe pastaj gradualisht do të fillojë shfaqja, do të shndrohen edhe vetë si protagonist të shfaqjes. Kjo shfaqje është për një numër të kufizuar, sepse duhet sigurisht që të kemi edhe gatimet për numër të caktuar, dhe jo s'mund të gatuaj ekipi i shfaqjes bashkë me publikun për 500 persona, dhe pse parku është i hapur, janë gjithë të ftuar dhe të mirëseardhur të jenë aty. Por është një shfaqje shumë e veçantë e cila është e ndërtuar që të luhet në park, sepse shumicën e rasteve shfaqjet edhe që i kemi në program zakonisht bëhen për teatr brenda, e kam fjalën për teatr kuti, dhe pastaj kemi shpesh hezitime prej trupave që kur të vinë brenda, a do të funksionojë jashtë shfaqja, insistojnë të luajnë sërish brenda, por pasi që i përfundojnë, natyrisht që janë të lumtur. Kemi shfaqje nga Spanja, Jose Varleta, një regjisor i shkëlqyshëm, që aktualisht shfaqjet e tij luhen nëpër teatrët e Spanjës, prapte diplomacia kulturore, me qenë se Spanja edhe matuti vazhdon të mos e njohë shtetin e Kosovës. Kemi patur dëshirë që për herë të parë ta kemi një shfaqje nga Spanja, e cila do të luhet në lidhjen e Prizrenit, në qytet. Kemi një performancë, me që se programi ynë përveç shfaqjeve ka dhe edhe performanca tjera artistike dhe muzikore. Kemi një koncert të shkëlqyshëm të grupit Zanat, bashkë me pianistën Pravera Hoxha. Pastaj Linda Rukaj dhe Arben Bayraktaraj. Arben Bayraktaraj një për artistëve më të njohur shqiptar në përbot. Do të vini me një performancë artistike, me një performancë poetike, prej poezive të Rumit, e deri tek i Dervishi, autorëve tjerë të njohur shqiptar dhe ndërkombëtar, dhe Linda Rukaj që sjell magjin përmes disa instrumenteve muzikore. Është një performancë shumë e bukur e cila do të luhet me datën 26 te Kisha Katolike, në oborin realisht kishës, dhe imagjinon Rumin ta kemi aty. Kjo flet gjithmonë me kujdesin tonë që e kemi të shpërfaqim edhe vlerat tona si shoqëri, jo vetëm në Prizren, po edhe vlerat tona shqiptare, përgjithsisht për një tolerancë fetare që e ka qyteti i Prizrenit, dhe jo vetëm fetare, po edhe etnike. Pra kemi dashur që të tregojmë edhe këtë pjesën tonë, sepse kemi një bashkëpunim të shkëlqyshëm me gjitha institucionet lokale që janë Prizren, me qenë se Prizreni është një zonë shumë e pasur me objekte të ndryshme, trashëgimisë kulturore. Ne provojmë që t'i aktivizojmë këto objekte përmes performancave teatrore. Po them, programi është shumë i gjerë, duke mos e përjashtuar dhe duke mos i dhënë më pak rëndësi programit për fëmijë. Këtë vit e kemi një shfaqje shumë të madhe të baletit që e ha programin e fëmijëve ose programin Prizren Kids. Është liçeni i Mjellmave. Një shfaqje me artistë edhe nga Maqedonia dhe nga Kosova, me datën 23 do të jetë hapja e atij programi, por do të kemi edhe shfaqje të teatrit Karaxhoz nga Turqia, punëtori të ndryshme, të cilat mbahen për grup moshat, për gjitha grup moshat, me artistë nga Turqia që vinë dhe na flasin për një formë teatrore shumë të vjetër, të teatrit të hijeve, teatrit Karaxhoz. Pastaj kemi punëtori ose masterclass me Luzim Guhellin për një teknik teatrore mbi cilën ai ka hulumtuar dhe ka punuar një kohë shumë gjatë, por kjo është më kufizuar me qenë se është për profesionistë të artit, e kanë fjalën për aktor ose student të teatrit. Kemi konferenca, thashtë një program muzikor që i bashkangjitet kësaj, pra është një program shumë i madh, cilën
duket sikur një çmenduri që ta realizosh për gjatë kësaj jave, por ja që njerëzit që punojnë për festivalin ton, vërtet kanë një pasion shumë të madh, edhe deri më tani ja kemi dalë, uroj që këtë vit t'ja dalim banë. Një program për me shumë i ngjeshur dhe i qelluar, të cilat lidhen me përvojat personale të njerëzve. Po një synim juaj si organizator të Prizren Festit ka qenë gjithmonë promovimi i kulturës dhe i trashëgimisë. Në çfarë forme përmbushni këtë synim? Për vetë faktin që po them programi ynë shtrihet në 11 pika, edhe pse Prizren gjithçka është histori. Secili kaldërm, secili gur, secila pikë e ujit Shadërvan ka një histori në vetë dhe është trashëgimi në vete. Për vetë faktin që po them e shtrim në 11 pika të ndryshme, sigurisht që besoj që jemi në rrugën cilin ne e kemi zgjedhur. Urojmë edhe besojmë që brenda 10 viteve të ardhshme ta kemi nivelin e festivalit shtrihet në për gjithë qytetin, në për fshatra. Tani më kemi filluar që të kurojmë një program, po urojmë që vitin e ardhshëm, sepse gjithmonë jemi të kufizuar prap nga pjesa financiare, po të kurojmë një program për gjithë zonën e fshatrave përreth të Prizrenit. Sepse ndonjëherë njerëzit privohen me pa drejt, privohen nga prania në për ngjarje kulturore, nga teatri, sepse ju mungon, ndoshta dikush edhe nuk i ka mundësi që të vi të shesh faqe, ose një gjenerat e re që jeton me një zonë ma periferike ose rurale, ndoshta nuk e kanë asnjë shtëpi kulture ku të shohin shfaqje teatri. Kështu që besoj që në vitin të vazhdim do të shtrim edhe në pjesën e fshatrave përreth, që të shohim një shfaqje dance teatri nga Franca, nga Gjermania, dhe madje njerëzit ndoshta ballafaqohen për herën e parë, por kjo është mënyra se si ne kemi mundësi t'i ofrojmë, dhe nëse nuk kemi mundësi që, si të them, t'i motivojmë atë shumë sa që vërtet merren në artë në të ardhmen, të paktën ne do të kemi një publik shumë të mirë, një publik të edukuar, një publik të ngritur, i cili në të ardhmen do të fitojë një kulturë përmes shfaqjeve që ne i sillim në festival, të fitojë një kulturë që ta përcjell teatrin, ta përcjell artin përgjithsisht. Këto janë disa prej qëllimeve tona për të ardhmen. Ne besojmë që Prizren Fest, njëjtë sikurse disa prej festivaleve të mëdha që shtrihen në krejt qytetin, tazëm janë 3 festivalet më të mëdha të teatrit që e përfshin për gjatë 3 jave gjithë qytetin shndrohet në një teatr të madh. Tazëm është Avignoni, që është festivali më i madh, me një qytet ku jetojnë shumë pak banor, por gjatë kohës festivalit vinë qindra mijëra njerëz, edhe përcjellin teatrin, ku luhen mbi 1000 shfaqje për gjatë një muaji. Ose festivali i Edimburgut, i cili gjithashtu është një qytet jo shumë i madh, por për festival trefishohet numri i tyre i vizitorëve, dhe gjithashtu Sibiu në Rumani, që është festivali i tretë më i madh në Evropë. Urojmë që prej edicionit të ardhshëm dhe edicioneve në vazhdim, të paktën kështu është ëndra ime, ëndra e krejt ekipës që punon, e Shkelzenit, e Florës, e Valtidës, e krejt njerëzve përreth, po dhe artistë dhe komunitetit që i përcjell shfaqjet tona, që mas 10 viteve, 15 viteve, Prizrenit hynë hartën e këtyre festivale më të mëdha të teatrit në Evropë. Besoj që me mundjen, përkushtimin, dedikimin, po sigurisht edhe me një sy më të madh ndaj nesh ose karshi nesh për institucioneve në përkrahje financiare gjithmonë, sepse po them fatkeqësisht ato na limitojnë, Prizreni do të hyjë në 5 festivalet më të mëdha në Evropë. Festivalet më të bukura kryesisht në vend pra në ambient të hapur, ku edhe Prizren Festi edhe një herë t'i pasqyroi pra mbrëmjet në qytetin e bukur të Prizrenit. Pa mundësh më na fol pak më tepër edhe për lokacionet ku inskenohen shfaqjet këtë vit. Po. Shfaqja hapse do të inskenohet në platformën Mbilum ose teatrin Mbilum. Është një platformë që për herë të dytë gjithë një mungesë të Lumbardit, i cili kinemaja Lumbardit është futur në renovim që 2 vite, nuk e kemi si skena, ajo ka skena qendrore e Jonja, dhe vetëm tani po ja dim vlerën edhe më shumë, meqense e kemi humbur, e kemi humbur për shkurt. Shpresoj që vitin e ardhshëm ta kemi sërish Lumbardin. Pra platforma Mbilum është një platformë gjigante që po e bëjmë bashkë me menaxhmentin e Dokufestit për vitin e dytë. Pastaj e kemi lidhjen e Prizrenit, ku do të kemi 2 programe. E kemi kishën katolike, oborën e kishës, ku zakonisht i bëjmë edhe shfaqjet tona. Pastaj i kemi kejnë ose sheshin, kejt e pranë lumit e xhamia e Sinan Pashës, një skenë fantastike që edhe po të mos kesh asgjë tjetër, vetëm një dritë të vogël, është një skenë e mrekullueshme ku publiku edhe prej urës edhe prej pjesës tjetër të rrugës i sheh dhe i përcjell shfaqjet tona. Pastaj e kemi amfiteatrin, i cili është në periferi të qytetit, ose pak ndalje të qytetit e Parku Inovacionit, ose më konkretisht amfiteatri i Autostrada Bienale,
me cilën në vitin e kaluar kemi bashkëpunuar, kemi patur një shfaqje, si vjetë do të kemi Lisistratën në atë pjesë, e kemi burgun e qytetit, që e kemi gjithashtu pjesë, kemi shfaqjen e Maqedonisë, e cila për shkak të specifikave luhet brenda objektit të teatrit, gjithashtu gjithmonë teatri Prizren, me qenë se jemi bashkëpunëtor, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ta, është i hapur që në rast se do të kemi shi, provojmë ta kursejmë shfaqjen, të luajmë brenda. Por deri më tani, vetëm vitin e kaluar na ka ndodhur që në natën e fundit, në shfaqjen që kemi patur nga Palestina, na bie shi në momentin që është dashur të fillojmë, dhe pastaj kemi kërkuar një mirë kuptim, për gjysmëri jemi zhvendosur brenda teatrit dhe kemi ruajtur programin ton. Uroj që këtë vit të jetë edhe moti në krahun ton, edhe ta realizojmë programin ton në plotëni ashtu siç e kemi kuru deri tash. Atëherë Adrian, faleminderit shumë për gjithë këto informacionet që ndohet me ne dhe me shikuesit tonë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën, edhe ju uroj një verë të mirë. Faleminderit shumë.